Por i kthehemi në studio, të emocionuar, do ta quaja veten, paksa i prekur, një këngë fantastike miqdashur, të cilën e dëgjuat tashmë, sepse do të keni mundësi që ta dëgjoni sot e për mot. Unë uroj përzemërsisht që kjo këngë të bëhet një mos të krenohemi që të bëhet hit, sepse është një këngë që jep një emocion të shumë, që ka një ndjesi të papar. Shumica e njerëzve e përjetojnë shumë vështirë, sepse kemi njerëz të tillë, të cilët po e kalojnë këtë kalvarin e ndarjeve të shumta që i kemi në këtë nënqiellin ton, por edhe më gjatë. Sikletës. Por në të gjitha, unë gjithmonë, edhe kër e kemi pasur në studio para ca kohesh, gjithmonë është një ndër personazhet hetror që e përçon artin në mënyrën më të duhur dhe me profesionalizmin e tij. Unë jam shumë e lumtur që e kemi, që e kemi një, si të them, një diamant të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Shpresoj që ta mbrojmë më shumë dhe ta motivojmë më shumë, sepse kur e motivojmë ne atë, ai na krijon kështu, unë do ta quaj edhe si një film të shkurtër me një mesazh fantastik. Një mini film i shkurtër i cili flet shumë, jo tek unë, po tek ti, tek të gjithë, sepse është një dhimbje e fuqishme që po e kalojmë si kom këtu e 100 vite. Por, për të na shpjeguar të gjithë procesin, se si erdhi deri tek realizimi një hit. Se si e kërkoi në shpirt që i doli kjo. Pikërisht, një ndër, si të themi, edhe këngët më të freskëta në tregun ton të estradës, e kemi pikërisht vetëm Mustafën nga Kumanova, këngëtarin ton, që me të vërtet krenohemi shumë. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem bashkë me ju sonte. Mirëmëngjes dhe mirëseardhje dhe shpëtim. Unë të përgëzoj për këtë mrekullinë të cilën e ndoqëm. Patë mundësi gjatë javës të shikonim disa mini klipe që po prezentoje, por unë të përgëzoj për mënyrën e trajtimit të videoklipit, për ndjesinë e këngës, të tekstit, të melodisë, e të tjera, që sigurisht që i dini ju, po është një këngë që godet shumë thellë në zemër. Sigurisht që në një kohë shumë që shumica e njerëzve po largohen nga muzika e mirëfillt, nga ky trendi i kohës që mundohen me edhe nëpërmjet mënyrës së videoklipeve që të ofrojnë në tregun ton diçka më atraktive, ju po i riktheheni një drame familjare, një drame që përket çdo kulm, të çdo familje, të themi këtu, dhe sikur po i rikthehemi asaj të dikurshme, të mrekullueshme që e patëm, dhe po e Sa që rividhim. është më bio. Po e bio, sigurisht ajo bio dhe momenti që njeriu e ndjek këtë këngë, sigur po e abstrahojmë gjithat çka ka ndodhur deri më sot dhe po e lidhim me atë të ku i kemi lënë checkpointat e dikurshëm. Çfarë të shtiu? Pse jo të shkosh në komercializëm, por shpëtimi asnjëherë kur e kam filluar karrierën, unë jam orientuar. Domethënë kam vendosur që do të qëndroj besnik profesionalizmit. Betimi nuk e kam bërë kështu. Procedurën, por ja kam bërë si mision vetës që të qëndroj besnik profesionalizmit, artit, muzikës, sa i përket për klipit që përmende, meritat janë për produksionin, Seven Image dhe Epic Films, me regjisorin Musa Isufi, cili është edhe aktor, siç e dini. Elmedin Kurtishi i ka meritat më të mëdha të spotit, i cili është marrë është drejtori fotografisë, është montazher, është kameraman, pastaj është Adem Ademi, Besa Selmani me skenografi, mos t'i harroj, po mundona mos mi harru, sepse është një grup i madh të cilët kanë kontribuar për Elmedin Kurtishi, më duket Elmedin Kurtishi, po e përmenda. Edhe Fatoni Ibrahimi ka ndihmu gjatë procesit të klipit, me elementet e skenografisë, si gjatë xhirimeve ka qenë aty, më kanë dhënë këshilla bashkë me Musën për pjesën e aktrimit, pasi që unë nuk jam aktor, dhe kanë bërë një punë shumë të madhe. Ke dalë fantastik, a? Dhe mos e harrojmë edhe aktoren Drita Karaga, ku u dija një informacion, qershia mbi tort. U dija një informacion më të hershëm, sepse dikur përpara flasim viteve 90, nuk e di, 98-ën, po është xhiruar dikur në Kumanov një film, nuk e di këtë informacion valbara. Jo, një vjet i kam pasur. Është xhiruar një film ku Drita ka qenë si protagoniste kryesore në film
Dhe si djalë, fëmijë të vogël e ka patur shpëtimin. Me të vërtet? Dhe ndodhen pas shumë viteve një koincidencë. Jo, nuk është koincidencë. Apo ishte kërkesa sepse do doja të ideja ime, sepse pasi që shkruajtëm skenarin, do ishte roli kryesor është nëna dhe djali, unë luaj djalin në spot dhe mendojsha kënd ta gjej për edhe mendova kush mund ta luaj më mirë nanën përveç se një aktore që veç e kam pas nanë në një film. Para gati 30 vitesh. 28 vite, po. 28 vite dhe po rikthehen të dy personazhet sërish në një videoklip. Por ato them se ka shumë emocion. Shumë emocion. Edhe teksti dhe vargu është fantastik, më thuaj, kush është autori që shkruajti këtë poezi dhe si e gjete veten konkretisht sa do t'i jap theks. Autori këngës është, autori është një shok i poezi, të cilin e kam pas. E ka patur si poezi të shkruar apo? E ka pas vetëm si tekst. Dhe ka këndu sepse është muzikant edhe ai. E kam pas shok të ngushtë të shkollës mesme të muzikës, është nga Tetova, por që jeton në Gjermani. Është Arber Ibishi, i cili gjatë kohës pandemisë ka qenë koha kur ka shku pak para pandemisë në Gjermani dhe ndodhi ajo që ndodhi, pandemia u izoluan të gjithë dhe i kishte ndodhur që shumë kohë nuk ka kthy në shtëpi dhe nuk kishte pas kontakt me asnjë njeri të afër, familjare, kështu, as shoqëri, edhe është inspiruar dhe e ka shkruar këtë tekst. Edhe në bisedë sipër më tregoi që e ka një demo, ishim të shkruajt në chat në WhatsApp. Dhe më tha kështu e kam një demo, po thash, dërgoma. Ta kem për çdo rast, po. Dhe në momentin që ma ka dërguar që kam lëshu, edhe u dashurova. Me të parën. Kjo është kënga ime, po. Edhe ideja ati ishte që unë ta realizoj. Po më pëlqej atë shumë sa që në moment e kapa gitarën dhe nisa me punu me orkestrimin dhe mbrenda disa ditëve veç e kam bo atë bazën e këngës sepse orkestrimin e kam bo vetë. Për shumë kohë të shkurtë e kemi realizu. Kam bo në disa intervenimet mijat sepse ai ma ka dërgu veç si demo me voice. Bile ka qenë një voice shumë i qetë, sepse djalin e ka pas në gjumë, në dhomë. është munduar që në mënyrë kështu. Sepse ka qenë natën vonë, momenti kur ma ka dërgu. Dhe pa dijen e ti, e kemi përdorat voice-in për tek video e making of që e kemi ba të spotit. Dhe u befasu shumë kër e pa, sepse ishte prezent në promovim. Dhe ka qenë një moment shumë interesant. Si shkruaj dhe promovime? Interesant shumë. Edhe pse, do më thënë, shumë histori për në prapasken. Do më thënë, po mësojnë shumë gjërat e bukura, se nuk është thjesht një këngë, po është me të vërtet një histori në vetë. është një histori e bazuar në ngjarje të vërtetë. Ashtu, pikërisht, do më thënë, shumë inspiruese, por edhe promovimi njëkohësisht është mjaft i rëndësishëm. Vendose që ta bësh në Kumanov, na trego pak si shkoi edhe me ato pritshmëritë tua, por edhe u befasuan. Me aq sa pa shumë, ka qenë një mbrëmje fantastike për të gjithë ata pjesëmarrës. Mbrëmje shumë fantastike që po e komentojnë edhe ditët në vazhdim, si u mbajt promovimi. Po kritikojmë vetët të gjithë që nuk morën pjesë. Disa s'ishim këtu, e kemi ditë po disa me arsye, disa pa arsye, nuk ka problem. Gjithmonë ka këto. Gjithmonë kemi arsye, jo. Pasi i shikojmë se si kaluan të tjerë. Po përse ka qenë një mbrëmje fantastike me njerëz plot dhe fatkeqësisht stafi i lokalit kanë kthy shumë njerëz sepse ka pasur shumë interesim. Kanë qenë gjithë në kom me tavolina kështu të larta. Dhe kemi bë muzikë live me bendin, me komplet orkestrin, sigur para shumë kohë kur kam qenë në band me Arber Ibishin, me bas. Autori i këngës ka ardhur dhe e organizuam që të bëjmë muzikë si në kohët e vjetra, me bas gitar, më kish marrë malli me një orkestër komplet, me bë muzikë dhe mysafirët kishte mysafir special që kishin ardhur prej Kosove, prej Amerike, prej Gostivari, prej Tetove, prej gjithka, dhe u kriju një atmosferë shumë e mirë. Kemi kalu shumë bukur. Bëj një promovim i mirë fill dhe një mbrëmje fantastike. Mbrëmje fantastike. Duam ata që e kanë shijuar. Kemi pas edhe DJ, është Sazan Zeza, një shok, një DJ fantastik, i cili u përkujdes për disponimin e publikut. Ndërsa sa i përket momentit të promovimit, e kemi lëshu në projektor dhe ka qenë një moment shumë emocional, momenti që e kemi lëshu spotin. Unë e kam prit, po jo atë shumë,
ka pas shumë njerëz që kanë qajt, i kanë dalë lotët në publik, sepse... Ka një emocion të çuditshëm. Shumë. Dhe komentet... Si cili e gërmon në vete dhe i del në pa. Komentet ishin për njerëzve që ishin prezent, shumica kishin mendu prej promove ato videot e shkurta, tekstin kanë mendu që janë këngë për dashuri. Po i doli që nuk është për dashuri, po është dashuri familjare, po. Dhe fatkeqësisht tek ne nuk ka besoj familje që nuk e ka përjetu këtë, qoftë në familjen e ngushtë ose pak më të gjerë, dhe të gjithu emocionun ishte një moment shumë prekës. Kjo është qëllimi i juaj si këngëtar, po ashtu edhe i të gjithë grupit, gjithë realizimit, që të mbri deri tek dëgjuesi. Por edhe mbi të gjitha kur edhe dëgjojmë ndërtro shumë, të themi dekadën e fundit, dëgjojmë shumë këngë të cilët me të vërtet nuk e zgjasin atë emocionin, por janë disa këngë, domethënë që tregojnë histori, edhe pikërisht po tash që po flasim, po bëhet kënga edhe më e ndjeshme, edhe më e prekshme, edhe më, si të them, e mirëfillt, kur e din që ka me të vërtet edhe plus një ekip të madh pra pasaj, mirë po edhe ka histori, qoftë nga teksti, realizimi, interpretimi. Sepse sot, fatkeqësisht, 15 vjet, flasim, apo 20 vitet e fundit, kemi këngë që dëgjohen dhe që shikohen. Dërsa kjo është e kompletuar, i ka të dyja. Kemi atë pjesën që më së shumti më pengon është që këtë po e kërkon publiku, jo, cili publik po i kërkon ato gjërat. Ne po kërkojmë pikërisht të flasim për emocione që ne i ndjejmë, po ndoshta njerëzit e rëndomt nuk din t'i përçojnë, po ja që ka poet, ka këngëtar, ka interpretues të cilët e përcjellin. Të gjithë i bëjnë një i fuzionojnë ashtu siç duhet, dhe dalin dhe sigurisht që duhet kenë targetin. Mos ta harroj se harrova tash më kujtu Arbër Curri. Unë e dishta me përmend Arbërin, po. Po, është djali i cili ka bërë miksimin dhe masterizimin e këngës. Është domethënë shumë elemente të rëndësishme që produkti final se si tingëllon kënga, kualiteti i këngës, si dëgjon instrumentet, si dëgjohet vokali, ajo është ndoshta pjesa më e rëndësishme. Edhe pse ka pas shumë punë se aty shpëtë me kizanin kështu shumë të pastërt. Po bëj shaka pak. Faleminderit. Filloi indirekt. Po jo, është një punë shumë e rëndësishme, miksimi dhe masterizimi, sepse nga ajo varet si do të tingëlloj produkti final nëpër pajisje të ndryshme, laptop, telefon etj. Po që Arbëri e ka të lehtë me punën me ty, ata deshta me thënë, kështu që e ka bërë punën e përkryer se dyshoj. Me Arbërin bashkëpunojmë shumë kohë dhe e ka bërë një punë fantastike. Po. Ju veproni shumë kryesisht themi që në Kumanov, në Shkup, dhe Gjëtium. Në Maqedoninë, përgjithësi edhe në Kosovë. Unë do doja t'ju pyetja një pyetje, si e shihni për momentin gjendjen e muzikës qytetare në këto treva? Pra, erë shtëpie, në mes të zhurmës së madhe komerciale, që po shikojmë. Mendoj që... Kemi akoma të nuhasim aron shtëpie në këtë komercializëm? Mendoj që duhet tentojmë, nuk duhet dorëzohemi. Dhe kjo është puna jonë, ata që ndjehen se janë profesionist paktën, ta bëjnë atë që ju takon. Në këtë rast, unë, shembull, e shoh të arsyeshme që do të vazhdoj, do të qëndroj kësaj. Patjetër, po. Ke kritika ndaj që e përmendi Valbona, ne duhet publikut t'i servojmë atë çka është e mirë, sepse nëse non-stop servohet diçka e keqe, publiku pastaj harron dhe i normalizohet ajo antivleraj. Dhe nëse nuk ja ofron, ajo është veç si një lloj arsye që të nxirresh nga situata, të thush se publiku kështu po kërkon dhe këtu pak duhet ndalem. A mendon që a mundemi mu rikthy? Unë mendoj që jemi aq shumë, domethënë, të zhyton, tash unë s'po dua as pak me keq interpretu se kemi estradën mjaft të mirëfillt që investojnë miliona, ka edhe shumë këngëtarë që prodhojnë muzikë shumë të mirëfillt dhe jam e sigurt që këto albume që prodhojnë së të Moskovë të fundit edhe kanë me jetu edhe shumë kohë gjatë, po tash po flasim për një ajk, vetë fjalë ajk, po flasim për një ajk e cila po e mban, të themi, të gjatë. Po për një përqindje shumë të madhe shpëtim, jemi të zhyt, shumë thellë, do të thoja kështu. A mendon që mundemi si me dalën prej kësaj? Për arsyen se përgjithshme që ta presim një herë për gjithmonë dhe të vetëdijsojmë po plata. Unë mendoj se mundet dhe do të ndodh patjetër, pasi që vlerës nuk mund t'i hub kur e mirës nuk i hub vlera kur. Dhe herë dhe kur do ajo mbijeton dhe ose kthehet nëse është harru. Shembulli keni këngët të cilat ne i performojmë nëpër
mbrëmje rinore, janë këngë që këndohen 30-40 vite, po do me thonë nuk harron edhe publiku vazhdimisht i kërkon, sepse ato këngë kanë kalu testin e kohës. Ndërsa për këta që po flasim, këta janë një lloj limonade, si të them, që zgjasin 2 javë, 3 javë maksimum, sezon verore, dhe kaq, avulloj. Uroj që të avullojmë dhe të bëhemi si shoqëri më e ndërgjegjshme dhe të dim të vlerësojmë atë të merrfilltëm. Uroj që le të shpresojmë, po. Le të shpresojmë. Por sigurisht është një luftë shumë e vështirë, të cilën duhet ta bësh ti, unë, Valbona e të gjithë. Të gjithë nga pak, po. Të tërat këtu në studio dhe të gjithë ata shikuesi që po na ndjekin, jam e bindur që nuk dinë me përgjigj këtë pyetje, ama unë mendoj që shpëtimi do ta gjejnë në mënyrë më përgjigjen. Era e shtëpisë. Qysh e karakterizon erën e shtëpisë tënde? Çka është diçka që më njëherë të potencon në shtëpinë? Personale tu. Është ngrohtësia familjare. Era nuk është kuptimin e parë të fjalës, është kuptim simbolik. Është ajo atmosfera e ngrohtësisë që e gjen vetëm në shtëpi dhe askund tjetër. Besoj kjo është. Të ndajnë shpejt një periudhë, nëse flasim pikërisht për aromën, karanfilat. Do të thonë një periudhë i vendoshëm në qire, ose këto mandarina që i vendosim në... Tash ajo është diçka është karakteristike për çdo shtëpi që e bën, po edhe ndonjëherë pak edhe të asocion. Aroma më e mirë është kur i ketë gjithë anëtarët në shtëpi. Dhe është një ndjesi fantastike. Dhe sa këta të cilët i kemi si aroma të jashtme, janë që mund ta karakterizojnë atë shtëpi. Me metaforën dua ta lidh, por mbi të gjithë urojmë që të kenë të gjithë njerëzit ata anëtarët në shtëpi. Se do të vjen prindi, do të vjen motra ose vllai, do të vendosë ndonjëherë dhe ajo e bën domethënë komplet aromën e shtëpisë. Por kur i kemi këtë të gjithë anëtarët, e kemi edhe atë kulmin e stërmbushur me të gjitha pjesët e duhura për ta mbajtur kulmin e shtëpisë. Unë kur e dëgjova këtë këngë, të them të drejtën, po emocionova jashtëzakonisht shumë, sepse më preku, sepse kemi një ndjesi që nuk e kam nënën, por sikur por të rikujton dhe isha në Dibër dje, edhe doli edhe videoklipi, edhe isha në garazhin ku qëndronte ajo aty dhe po shikoja dhe më dha një ndjesi që po shikoja bosh, sikur jam edhe se po dëgjoj, por nuk shoh. Edhe më emocionoi jashtëzakonisht shumë. Është e vetmja këngë që më ka ndodhur që kam pas problem gjatë incizimit të vokalit në studio, kur e kam këndu, kam pas problem, më është bloku zoni prej emocionit, më është dridh zoni, dhe kam tentu disa herë derisa e kam arrit me kënu strofën, sidomos strofën e dytë. Pak erë shpijen në hundë më bie. Ajo pjesë ka qenë shumë problem për me incizu në studio. Edhe pse kam qenë vetë kur e kam incizu. Po të glaberon, detyrimisht të glaberon, kur je i sinqert me atë që e bën, emocioni gjithmonë të glaberon. Shpëtim, pas këtij suksesi, sigurisht unë do ta quaj një sukses të radhës. Pret dhe një bashkëpunim dhe i duhet dhe një mrekulli tjetër të shikojmë nga ty? Po, shumë shpejt do të vazhdojmë me këngë të reja dhe do ta kompletojmë albumin. Qëllimi është që të kompletohet një album me këngë autoriale. E di që të kom pyetën, po tash të po do një datë më të saktë, po diçka ekskluzivitet. Do të nxjerrë kjo më patjetër. Në këtë verë besojmë që albumi do të jetë gati. Fantastike. Edhe shpresojmë që sa më shpejt ta kemi në të gjitha platformat tona ku mund të edhe ta dëgjojmë, sepse me të vërtetë le të prodhohet më shumë kjo që po prodhohet, këto filma, kjo pjesa e, unë do të thoja, muzikës më të mirëfillt që e kemi dhe që duhet ta vlerësojmë. Me të vërtetë duhet ta vlerësojmë, sepse na ik edhe shpëtimi për ndonjë vend tjetër ku vlerësohet edhe me të vërtetë pastaj më do t'i kapim edhe nuk patëm mundësi që ti diskutojmë me të dy të ftuarit edhe temën, por mbi të gjitha shqyrtë që i kemi dhe janë të suksesshëm, vazhdojnë. Besoj që ka njerëz që vlerësojnë punën që ju e bëni. Kanë hasur në dyert të mbyllura shumë, besoj edhe garantoj, edhe pse nuk e njoh shumë mirë shpëtimin, por e di se ashtu është sistemi, që shpëtim, nëse dikush, çfarë do i thoja një fjalë të vetme për ta dëgjuar këngën? Dhe shikues. Si do e bindje që ta dëgjon këngën, dhe ta gjen veten tamam atë. Si ta bind ta dëgjoj? Po. Çfarë do i thoja një fjalë të vetme? Nuk e di. Nuk e pas kam menduar këtë pjesë. Sepse duhet bërë një plan marketingu për të mirë. Sepse nuk flasim
Sepse gjithmonë videoklipet të shumta ose këngët të bastarduara, po dalin në mënyra bombastike, ndërsa ti e ke bërë në një mënyrë shumë modeste, me disa highlights të jam ashtu që nuk i por si do sforsoj e bindje dika. Mundohem gjithçka të rrjedhë natyrshëm, organike. Dhe mendoj që ajo nëse i plotson kushtet do t'i gjej vet ata, do të arrijë tek njerëzit që duhet. Patjetër që ta shikoj. Ndoshta e kam edhe gabim, po edhe unë besoj, por të gjithë ata të cilët bënë ti një hap, pastaj hapa tjera le të bëhen hapi u bë, mund të themi, është e gatshme. Pra miq të dashur, unë do ju thoja, do ju sugjeroja të gjithëve që ta dëgjoni patjetër këngën e Shpëtim Mustafës, Shpije, sepse është quajtur Shpije në dialekt. Në dialekt është. Por shtëpi, arom familja, apo çrëndësi ka. Dhe garantoj për të gjithë, pa marrë parasysh çfarë moshe jemi, sepse do ta gjejmë të gjithë vetveten aty tek emocioni, tek interpretimi, tek teksti, por ashtu edhe tek videoklipi. Fantastike. Shpëtim gjithmonë është kënaqësi, me të vërtetë edhe nëse ndonjëherë kemi të një dyshim ta dish që me shpëtimin, sa shpejt na iku koha. Gjithmonë i koha shpejt, po nëse ndonjëherë kemi vetëm një moment, kështu që dyshon ta dish që ka njerëz që e vlerësojnë shumë punën tënde, artin tënd, mos përmendi koncertin që ke realizuar, domethënë që ala mbet në mbresat tona, edhe pse gjatë kohës ke bërë shumë sene më të mëdha, mirë po që edhe që po vinë sukseset e ardhshme, unë gjithç në skenat më të mëdha, unë gjithç në skenat festivaleve të ndryshme të paktën që i kemi dhe gëzojmë në kombin tonë gjithandej. Edhe me të vërtetë më pëlqen shumë që nuk do të më dalë nga kornizat e tua, qëndro aty e vetvetja dhe besom që po jep maksimumin dhe po përqohet. Tek albumi do të kemi prezent. Më premto. Po unë e kisha të arsyetuar me fol për vete, patjetër. Faleminderit shumë. Patjetër, faleminderit për mundësinë dhe është kënaqësi për herë tjetër. Gjithmonë jemi këtu. E dhe kemi dëshmuar këtë gjë. Miq të dashur, këtu po japim fund emisionit me shpresë për këtë muaj dhe për këtë javë që do të shihemi ditën e nesërme të njëjtën kohë, të njëjtin vend. Deri atëherë. Mirupafshim, shihemi nesër.